Dhe prej gjunaheve po e përmendim ato që është gjunah i kopshëm, që bëhet shkak për me largu rizkun. Gjunahi i parë, gjitha gjunahet në përgjithësi e largojnë rizkun, i largojnë begatit, i largojnë mirësit. Po gjunahi i parë që e largon çdo të mirë prej besimtarit herët avon është kush? Zinaja, për të cilën Allahu te bareke ve taala ka thonë: "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Mos ju afro zinas, sepse është një punë e dytë, edhe është një rrugë e dështuar, një rrugë e falimentuar. Dhe ka argumente të shumta të cilat tregojnë se zinaja është shkaku kryesor pse Allahu i largon të mirat prej besimtarit, prej një familje që merren me zina, me prostitucion, apo prej një populli, një shoqërie që merren me prostitucion. Dhe historia është e mbushur me ngjarje, vetëm shikoni ka lindja dhe prendimi se si popuj të tërë ose dështojnë ose falimentojnë, e ka popuj që janë zhdu kreti ka hik Allahu prej rruzull toksor për shkak që kanë ushtruar në mënyrë publike kanë imoralitetin, prostitucion apo zina. E dyta prej gjunaheve që e largon rizkun apo e vanon rizkun, e vështirëson rizkun është kamata, fajdja. Kamata apo fajdja. Por ata Allahu te bareke ve taala e ka lejuar shitblerjen, e ka lejuar me bot tregtimi shite me ble, po e ka ndaluar kan, e ka ndaluar kamatën. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allahu e shkatron, e asgjëson kamatën, wa yurbi sadaqat, e shumëfishon, e shton kan sadakan lëmoshën. Për ata Allahu Teala po ashtu thot: e halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allahu e ka leju shitjen edhe blerjen, e ka bo halal, po e ka ndalu kamatën. Mos u viktimizoni o vllazën prej reklamave mediatike, mos u viktimizoni prej reklamave të bankave, se aq shumë po propagandojnë, aq shumë po trumpetojnë, aq shumë po na thrasin, sa që ta çon mallin që është një shoqat humanitare dhe po shpërndan zeqatin edhe sadakën e muslimanëve. Edhe aq bukur po ja rregullojnë familjarëve tonë, e sidomos të rive dhe të rejave, sa që po mendojnë se bankat kanë ardhur këto për hatër të Zotit me në ndrejsh jetën. Edhe e keni pa tash sezonën e verës. Nëse dëshironi ju që pushimet të kaloni në Antalya, në Bregdetin, Turk apo dikun tjetër i bujnë reklamat, për ju kujdeset Filan Bank. Ndron në tjetra reklam. Nëse dëshironi me ndru mobilet dhe të keni mobilje kështu ku ta diu ne, për ju kujdeset Filan Bank. Nëse makina ju është vjetruar apo është prishur, dëshironi ta merrni tren 00, për ju kujdeset Filan Bank. Nëse doni këta shtëpinë se është vjetrua, apo doni me rregullua, apo ku ta diun me bëni shtëpi, apo me bleni banesë, për juve kujdeset Filan Bank. E po pse na pron me punua, këtë bankat për ne rregulloj kanë. O po ju rrejnë. Filan Bank, po ju rrejnë se ja u nxin jetën. Krejt ata që janë çka bësh në për banka datën 29-30, kur i ka muj 31, e kanë stres. Se çka do me pagu kanë atë këstin me përqindje, qoftë e vogël apo e madhe. Zakonisht e na janë çka përqindjet janë të nalta, po dhe tulta me qenë ki me paguet. Edhe çka kur vjen fundi dhjetorit, Filan Bank thot ka realizuar fitim në Kosovën e varfër. Ata stojnë, po ne po them 50 milion euro. Kish bank që gjatë një viti realizon fitimin në Kosovë 100 milion euro. Qysh bën 100 milion euro ka mundësi? Qysh ka mundësi? Se populli ka ra viktim e propagandave mediatike, edhe ka thonë, hajtë për ti kalej si vjetë pushimet mirë. I kalën, shkën një autit knaqësh, a më të një 2 vjetë ta nxin jetën. E rregullon ti banesën, e mobilon banesën, e krejt. Po kur t'ja nisin me të ardhë ato, do me thonë, këstët mujore, vallahin, tugun gërdin ta qojnë mobilet e orendite, shtrati ku flenë, ku ta dione ku je. Pa fleje valla, edhe në vene ma të thjeshta, e rrinë mobile ma të thjeshta, kur par problemi së është, po më rëndësi është jeta me qenë qka e rahatshme.
Andaj, një prej shkaqeve që e largon furnizimin, e vanon furnizimin është kamata runu pe isaj, sepse po e quajnë edhe me emra tjerë, ndihmë bankare, ku të diun çka mbështetje, po i thonë anglisht suportim biznesit tuaj. Ai ty po ta suportoj, ai ty po ta mbështet ka biznesin. Ai ta falimenton biznesin. Sa që sot kemi jo biznesmena, po kemi popull në botë që kanë falimentuar për çka? Për shkak të përqindjeve që s'ka mujt me i kryre për banka.